Assalamu alaikum. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kam min majhulin fil ardi wa ma'rufun fis sama, wa kam min ma'rufin fil ardi wa majhulun fis sama. Sa njerëz ka që janë të famshëm në tokë, por ata nuk njihen tek bota e qejve, e sa të tjerë ka që nuk njihen në tokë, por janë shumë të famshëm tek bota e qejve. Dhe bota e qejve ka për synimin tek me lajket që i përkujtojnë këto njerëz, siç profeti na ka mësuar, kërkojnë falje për ta, luten për ta, që tek Allahu xhalleshanu të kenë një pozitë të lartë. Po ashtu duhet të kemi të qartë një ajet të Allahut të lartësuar në Kur'anin Fisnik ku thot: kullu ya'malu ala shakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Thuaj se çdo kush punon sipas mënyrës së tij, por është vetëm Zoti xhalleshanuhu që e din se kush është më i udhëzuar, se kush është më në rrugën e drejtë, në rrugën që Zoti xhalleshanuhu e vlerëson. Prandaj është shumë e udhës që synimi kryesor i gjithë secilit prej besimtarëve të jetë kënaqësia e Allahu xhalleshanuhu. Synimi kryesor i besimtarëve të jetë të punojnë vetëm në atë rrugë që Zoti e ka miratuar dhe ka pëlqimin e tij mbas asaj rruge. Dhe kurse si njeriu nuk duhet të ketë synim që të ketë pëlqimin e njerëzve ndoshta apo të punoj diçka për ta, sepse në fund Allahu na ruajt, kjo do të futej më pas dhe do të konsiderohej si një dyfytyrsi, që në fakt është prej gjërave që më së shumti e urren Allahu xhalleshanu. Ajo punë që bëhet për kënaqësi të Zotit do të mbesë një vlerë e madhe dhe një shpërblim i madh në kiamet, ndërsa ajo punë që nuk bëhet për kënaqësi të tij, por bëhet për kënaqësi të njerëzve apo për diçka të përfitimeve të kësaj dynjaje, ajo do të jetë trishtimi më i madh në kiamet. Allahu na ruaj.